Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bilal Kasami merr zyrtarisht mandatin e dytë si kryetari i komunës Tetovës pas fitores në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale më 2 nëntor. Ky është mandati i dytë i Kasamit në krye të Tetovës, mes të tjerash kryetari në detyrë tha se do të vazhdojë të realizojë projektet e nisura, ndërsa theksoi se e mira e këtij mandati do të jetë se nuk do të ketë më nga ata që akuzojnë se po realizon projektet e lëna përgjysmë nga ish-kryetari. Alianca për shqiptarët ka reaguar në lidhje me raport progresin e Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut për vitin 2025, duke cilësuar një dokument të rëndësishëm që reflekton realisht gjendjen e brendshme politike, institucionale dhe demokratike të vendit. Sipas Aliancës, raporti tregon sfida serioze në drejtësi dhe sundim të ligjit. Qeveria duhet të ndërmarrë masa konkret për depolitizimin e institucioneve të drejtësisë dhe funksionimin e pavarur të prokurorisë dhe gjykatave. Po ashtu partia kërkon veprime konkrete kundër si shton korrupsionit dhe klientelizmit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Parlamenti shqiptar miratoi me 105 vota pro për bërjen e Komisionit Posaçëm për Reformën Zgjedhore dhe Komisionin për Reformën Territoriale. Nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike në Komisionin për Reformën Zgjedhore do të marrin pjesë Oert Bylykbashi, Ivi Kaso, Gens Strazimiri, Albana Vokshi, Gjingjoni, Arian Ndoja, Klevis Balliu dhe Elda Hoti. Antarët e Partisë Socialiste për Komisionin e Reformës Zgjedhore janë Damian Gjiknuri, Arbian Mazniku, Bledar Çuçi, Ulsi Manja, Olsi Komici, Aurora Mara dhe Ogerta Manasteliu. Në Komisionin për Reformën Territoriale nga radhët e Partisë Demokratike janë Luciano Boxhi, Jorida Tabaku, Bledian Albati, Xhelal Mziu, Ramadan Likaj, Eno Bozdo, Greta Bardeli, Bars Paia Glicara dhe Ina Zhupa. Antarët e Partisë Socialiste në Komisionin për Reformën Territoriale janë Arbian Mazniku, Blendi Klosi, Damian Gjiknuri, Romina Kuko, Ermal Pacaj, Mariana Koçeku, Ermal Elezi dhe Klevis Jahaj. Kuvendi i Shqipërisë rrëzoi dhe kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës Bajram Begaj. 77 deputetët e shumicës miratuan kërkesën e Komisionit të Ligjeve që e konsideronte të paligjshëm ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës, ndërsa pro komisionit hetimor votuan 32 deputet. Pas miratimit në seancë plenare të ligjit për barazinë gjinore, ministri i Shtetit për marrëdhënie me Parlamentin Toni Gogu e cilësoi gjuhën e përdorur nga kryetari i opozitës si stigmatizuese dhe të papranueshme. Ai theksoi se ligji miratuar nuk është akt ideologjik, por një hap i rëndësishëm drejt përafrimit të Shqipërisë me standardet e Bashkimit Evropian. Ministri Gogu pretendon se ligji e përafron Shqipërinë me 10 direktiva të BE-s. Ajo çfarë unë mundet të them, nëse në mesin e tyre ka nga ata njerëz që kanë ndajnë të njëjtat bindje me mua, që gjinia është një mashkull edhe një femër, që bindje të tilla ne nuk mundet ta detyrojmë, pra këto bindje që mund të vinë nga besimi, mund të vinë nga botkuptime të tjera, nuk mund të detyrojnë shtetin që të mos mbrojë përmes ligjit administrativ. Ministri Gogu kishte një reagim dhe për protestën e zhvilluar nga koalicioni pro familjes jashtë dyerve të parlamentit. Për të gjithë ata besimtarë, ne dim shumë mirë që kulminacioni i ligjit është dashuria. Dashuria e plotson ligjin. Kjo është edhe porosia që na ka lënë Shën Pali, të cilën miq të mi ndonjëherë marrin edhe si shembull për të mbrojtur patriarkalitet. Atë gjë të cilën ne i tham lam të mirë, kemi thënë lam të mirë në shoqërinë tonë dhe sot i tham lam të mirë edhe me ligj. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.